Dhe do lozi qik loto, thot ky. Shikoj pak të. Tani me këto 50.000 euro, zoti Eugen, sepse i thamë edhe për para publicitetit. Çfarë ka ndodhur? Me këto 50.000 euro, unë kisha sa borgje. Një minut, dëgjoni dhe publiku. Me këto 50.000 euro, unë kisha sa borgje i lava. Jo, papunësia, dohaja, Edhe, unë jam me i qikë tifos, e losi qikë voto, edhe... Po qarë ka të keqe të luash pak loto? A nuk është ky shansi mall për të shpëtuar nga varfëria? Ja një fakt tronditës. Një studim tregon se familjet me të ardhura më të ulta shpenzojnë 13% të ardhurave të tyre vjetore për llotari, ndërsa ato më të pasurit vetëm 1%. Pra, ato që kanë më pak janë ato që lozin më shumë. Ata që kanë para nuk i hellin loto. A nuk ta bën kjo të mendosh, në fakt fjalët e urta në Bibël thot: pasuria e mbledhur shpejt e shpejt mpaket, por kush mbledh ngadalë e shumon. Lotoja nuk është zgjidhje, përkundrazi është një kurth, një shpresë rreme që të thotë sot është dita jote, por në fakt shanset janë pothuajse afër zeros. Ruaj lekët tuaj vëlla dhe investon diçka më të qëndrueshme. Në çfarë ja vlen të investosh lekët tuaj? Më shkruaj më poshtë, Zoti Bekov.